Edhe ti e mbajte familjen. Sikur vetëm me këtë guximin tënd, ti hysh gjuhës, po në shkollë, si ishte në shkollë, ti nuk bëhesh thjesht shkollë gjuhë, bëhesh shkollë profesionale në gjermanisht. Po, por u duhej i herë me marr ato nivelet, se po s'mora ato nivele nuk pranoshin në shkollë. Edhe i hina, atje ku mora ato nivelet, atje ishte problemi, se ishte një mësuese shumë raciste, edhe ose kishte interesin që na me metën klasë, edhe me shku prapë ajo, me bë kursin prapë ajo, ose nuk e di, unë shkova në një qytet mall atje, si s'na njifte askush, dha me provimin, biles mora mi rezultatin që ishte për me marrë, si me thonë një nivel, ishte B1, B2 quhet këto, edhe unë mora dhe B2-shin. Unë isha për B1-shin fakt, po mora dhe B2-shin. Edhe kështu që kjo familja që më nimoj, kjo zonja Hillebrand quhet kjo, që më nimoj, që ishte shefi integracionit për emigrantët këto, në këtë zonë ku jetojon, kjo më nimoj edhe i ditë tana probleme që kisha unë atje në shkollë me atë që më jepte gjuhën gjermane, edhe e lajmëroj. I tha që Zoja Zalli tha, ka marrë tha atë nivelin biles, ka marrë nivelin B2, e di, thot kjo, se ka punu shumë. Po në fakt, nuk ishte ajo, sepse ajo do të që unë mesin klasë edhe s'ka. Ama sa e bukur, në një moment që këto probleme duhet i kishte vajza dhe të shpjegon dhe ty, në fakt i kishe ti këto probleme dhe ja dilje. Duke hapur rrugën për problemet e vajzës më pas. Sa e zonja e treguar, bravo, bravo. Duhej, Rudina, duhej sëzman. Po pastaj mbarove të gjitha si gjete punë, si u fute, se nuk është kollaj të fusin. Isha tuk-tuk të kjo shtëpia të moshumve, ku punoj sot. Më futen në fillim një mësuese jamja që më jepte gjuhën, një mësuese tjetër, jo kjo racistja, më futin. Edhe më thotë që bëhet punë këto i herë, thot, për 6 muaj fillova. Shefja e shtëpisë së moshumve këto, ku punosha unë, e mori vesh historinë teme, që kam probleme, se në Gjermani kanë ardhur vajza më të reja se unë, kanë ardhur më të zojat se unë, edhe nuk janë këto sot. Se ka të bajnë edhe kjo shefja që kisha unë këto, kjo më tha, Zoja Zalli, asnjë problem mos ta kesh ta. Unë tha nuk do të heku ty prej punët, po më ka letra, i thash më ka negativi që të kthehem në Shqipni, kështu që nuk mundesh me majt edhe me deshti, gjithsesi faleminderit. Tha, jo tha, unë ty do të majta, edhe primen me majti. Do me thanë banën çmosin, gjetën shkollën. Për një javë a gjetë shkolla, për një javë ishte shansi jem për me ne këto. Atere, ti po punon tani në vendin ku ke qenë pastruesa? Në të njëjtin vendin? U kam qenë pastruese, po. Por në një nivel Patjetër, në një nivel tjetër, po bravo. Do thënë ti nga sanitare, do thënë ti kalove në një nivel tjetër, tani je infermiere që nuk është kaq kollaj t'ja lësh kujdo, po dua të them në të njëjtin vend, ata të mbajten aty. Në të njëjtin vend, se më kërkunen edhe ata banorët që jetojnë aty. Si me thonë ata pacientët. Ata donin që ti isha aty, sepse kishin që unë t'isha aty. Asa mirë. Biles erdhi një reporter gjerman, por punote për një gazet holandeze. Edhe kishte marrë vesh që në këtë zonën ku jetoj unë, kanë ardhur shumë emigranta. Edhe një nër ata, ishte tregu kjo shefja migracionit, një nër ata isha dhe unë. Kisha marrë dhe provimin atë ditë, edhe na mori një intervistë, edhe kena dalë bilet ajo gazeta holandeze. Do më thënë tani edhe famshme në atë zonë. Nga njeriu që kërkon të punë, tani e njeriu me cilën ata mburen për integrimin. Isha shumë e kënaqur me pastruesen, edhe në Shqipëri, isha shumë e kënaqur në fund se isha po thjesht pa punë, pa rregulla, pa letra. Do me thënë buri kishte të drejtë që të hoqë që aty, apo nuk i dihet, se edhe në Shqipëri ti mund t'i kishe bërë këto gjëra. Jo, nuk më isha ma. E disha që pastruesi kam për të mbet gjithmonë. Po si ka mundësi bëj behije? Mendon ndonjëherë ç'është ky vend që nuk të lë të ngresh kokën, të ngresh? Nuk e di. Aty nuk është thonën që t'jesh i Zotit, po duhet edhe të kesh. Kjo është problemi. Çfarë të kesh? Para? Po si pati të dyja, të kesh para po. Kesh para. Kur ju kam tregu këtyne historinë teme, edhe i kam thonë që për një vend pune duhet pagush 5.000 euro. Jo s'ka mundësi, po, kështu është. Atëherë, mirë se po ja japon Rudinës 5.000 euro, po mas Rudinës vjen një tjetër që duhet t'i jap edhe atij edhe 5.000 euro tjera.
Kështu që i bie punon për ata? Punon për ata. Të ka ndodhur ty, të kanë kërkuar lek për një vend puna në Shqipëri? Jo, as pak. Për sa kam nejt përgjegjës, ashtu pastruse, jo, as pak. Thash që fati jam që ishte një drejtor, një dhënëre, një shoqës teme të mushtë. Që donte të ndihmonte. Gjithsesi, Që ti mbure shumë me njerëzit, i lavdëroni për mend fati yt, po unë mendoj që fatin e ke bërë vet. Je treguar me këmbgulje, me durim, je treguar fantastike. Po sa shtrini dikush dorën, po s'të dha dorën prap, sado që të kisha shumë prap. Kam gjetë, ose ndoshta dha ajo që thunë ju, por kam gjetë njerëz primën, kam gjetë njerëz mirë, koleg, kam gjithçka. Si gjenden ata, pa qenë e mirë ti, jetë keqen e mirë ti, që ata të kanë mbajtur dhe të kanë dashur? Por gjithsesi, prap, me mungon shumë, me mungon, po thuj se prap gjithçka. Ata që se kisha atje kam këto, atë që kam këto se kisha atje, ç'din, vetëm. Të mungonin, prap Shqipëria, dhe Shkodra, dhe të gjitha. Normal, si se mungon, familja, dhe deri edhe kojshit më mungon. Edhe komshit. Ishin të mirë komshit e tu? Shumë të mirë. Komunikonit, mi jep këtë, t'jap këtë, bëjmë qik muhabet, si je, Nadia mirë. Edhe tash bile kam kontaktin të. Me ta. Kur kam. Kështu që tani në Skype me komshinët. Po. Po me gjitha të si që thot buri, po mirë më i zonjë, thot, sta eci, shpime qëra ka plot. Po, por s'do shta mja fillu prej të aja. Këto gjonat e reja më friksojnë pak. Kështu që plus që tani ti mendon dhe për vajzën. Vajza lindi në Gjermani? Po, jo, vajza ka 5 vjeqe. Po, okej, ka 5 vjeqe, po së të qoftë edukatën e ka marrë aty. Shkollimin tani është, besoj ka të vështirë të jetoj në Shqipëri. Po, për pushime i pëlqen shumë, por me jetu së bëhet fjalë. Për pushime i pëlqen shumë. Se kam kjo shtëpia këtu ku jetoj unë sot, që është prej 8 viteve, dolin shitje edhe u rregullu puna që unë ta blej këtë shtëpinë ku jam, edhe me një kredi shumë të madhe, por me pa gjatë, por ja dol me. Do me thonë paguaj shtëpinë tënde. Ti po pagun shtëpinë tënde tani. Sa mirë kanë shkuar gjërat. Tani, cili është hapi radhës? Ku mendon të shkosh? Çfarë mendon bësh? Nuk e di, deri tash jam shumë e kënaqur me ata që kam arrit ose fatin që pata, por nuk i diet kur, nuk i diet. Asnjëherë nuk i diet. Ndoshta s'kam kohë tashmë. Jo, përse s'ke kohë? Pse 56 vjeçe? Për çfarë s'ke kohë? Po. Tani i ke bërë të gjitha. Jo se më kanë shtëru forcat, por nuk e di, si dietër. Ma do mendja te kjo nuk e di, ti je duke menduar diçka, ke një hap tjetër në mendje. E rëndësishme është që çfarë vendos ti e bën, kështu që vonohesh vetëm për ta vendosur.